Pensioni shtetëror është i vetmi shpëtim financiar për shqiptarët dhe shtetasit e tjerë të rajonit në moshën e pleqërisë. Në një anketë realizuar nga Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal (RCC), ku shtetasit e Ballkanit Perëndimor janë pyetur mbi këtë çështje, mbulimi me pension shtetëror rezulton më i lartë në Maqedoninë e Veriut, Bosnjë dhe Hercegovinë, Serbi dhe Shqipëri me mbi 60%, ndërsa mbulimi i Kosovës mbetet dukshëm më i ulët. Mbulimi me pension privat është modest në të gjithë rajonin, me përjashtim të Maqedonisë së Veriut, ku arrin rreth 16% në vitin 2025, ndërsa në Shqipëri dhe shtetet e tjera është 90%. Kjo normë e lartë në Maqedoninë e Veriut vjen për shkak të skemës së pensioneve me 3 shtylla të saj, e cila përfshin një skemë shtetërore tradicionale, një pjesë private të detyrueshme të menaxhuar nga fondet e licencuara të pensioneve dhe një opsion kursimi privat vullnetar. Sipas të dhënave nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, fondet e pensionit privat në Shqipëri numërojnë mbi 48.000 anëtar, ndërsa totali i aseteve neto të fondeve të pensioneve private është 14.3 miliard lekë. Pavarësisht se ka pasur një rritje të kontribuesve në skemën private të pensioneve, sërish raporti me ata që derdhin kontribute për një pension shtetëror është shumë i vogël. Përafërsisht, vetëm 5.8% e kontribuesve në skemën e sigurimeve shoqërore kontribojnë edhe për një pension privat. Bazuar në këto të dhëna, në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor mbrojtja financiare varet kryesisht nga sistemet shtetërore dhe shumë pak nga tregjet private të sigurimeve. Llojet e sigurimeve që janë të detyrueshme me ligj gëzojnë pranim të gjerë, ndërsa ato që janë vullnetare ose më të specializuara përqafon vetëm nga një pjesë e vogël e popullsisë. Megjithatë, normat aktuale të përdorimit të sigurimeve ndryshojnë nga shifrat e raportuara në anketë, kryesisht për shkak të niveleve të ndryshme të njohurive financiare dhe konfuzionit ose mungesës së diferencimit midis llojeve të sigurimit.